afrim që mund të jetë edhe një bashkëpunim afatgjatë të ecjes së LDK-s. Nuk ka pranishmëri, domethënë ti kalon në nivel tjetër. Vendosës e vijave të kuqe, domethënë ka qenë, ose ndoshta ka mbizotruar si përfitim i momentumit elektoral. Nëse nuk ka vullnet të subjekteve politike, mund të hyjmë në një krizë të re kushtetuese, por këto është edhe në hipotetike, po duket që është një afrim që mund të jetë edhe një bashkëpunim afatgjatë të ecjes së LDK-s. Po është herë tash nuk mund të them diçka a ka ambicie apo jo, se ka edhe persona të tjerë që kanë punuar gjatë në LDK-n, kanë background të mirë, etik, moral, profesional, edhe për ata vendos strukturat edhe elektorati i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Duhet kuptohet, kjo është garë, ne po hyjmë për mi fitu zgjedhjet, dhe kemi person i cili mendojmë që mund të jetë një president i mirë për Kosovën, dhe kemi një kandidat që kemi pas edhe kandidat që mund të udhëheqë ekzekutivin, që është një prej shtyllave kryesore në një sistem parlamentar, edhe më udhëheq me Kosovën. Absolutisht që po, është mbrana LDK-s, është kandidate, kur të fitohen zgjedhjet, i nënshtrohet diskutimit. Ka pranishmëri gjanë 80 vota, mund të votë. Nuk ka pranishmëri, domethënë, ti kalon në nivel tjetër. Duke i bërë partner për me udhëheq Kosovën, me program, me ide të mira, domethënë edhe me projekte madhore që ka nevojë Republika jonë. Janë tema pas zgjedhore. Ju e dini kjo logjika që cila e ka dëmtuar edhe komunikimin politik, vendosës e vijave të kuqe, domethënë ka qenë, ose ndoshta ka mbizotruar si përfitim i momentumit elektoral ose individual, por ne jemi të përcaktuar për Kosovën, ne jemi të përcaktuar për të ardhmen e saj dhe të fëmijëve tanë që këtu po i rrisim, edhe këtu dëshirojmë që t'ja u bëjmë të ardhmen e përbashkët me gjithë fëmijët dhe me gjithë qytetarët tjerë të Republikës. Nëse nuk ka vullnet të subjekteve politike, mund të hyjmë në një krizë të re kushtetuese, por unë këto nuk e kisha dashur. Qytetarët e Kosovës mendoj që dëshirojnë stabilitet institucional, edhe besoj që do të votojnë për stabilitet institucional. E kanë në barrën e tyre, edhe të kostos së jetesës, edhe në ato që ka po ndodhur të largimit të rinj dhe të reja nga Kosova. Mos harroni, Kosova është duke u shprehur në vazhdimsi, jo nga mirëqeverisja, por nga keqeverisja.